Vallahi o vllaznit e mi, këto deshta t'ju tham se gjithkund tash kohëve të fundit e kam përmend edhe këtu ta përmendi. Muslimani, edhe unë edhe ti, nuk po të veçoj ty vetëm, edhe unë edhe ti, njëjtë. Po rrim në një vëmendje, në një koncentrim, a tho kush po më thirr në telefon. Po i vrej xhamat këtu zhurmë, po bën dikush, e kemi bën nderat jenale, e zbane në xhami, dikush po ka qef, mos t'i hupë edhe që ajo gjysore që ka ardhur në xhumo këtu, pa e thirr dikush ta kqyre, kush e thirri çka më shkrujti, bile dhe një ka bova ki kalon xhumon, ma më rëndësi ai çka ka thirr se që ka ardhur në xhumo. Kujdesuni o vllaznit e mi, kur t'hini në xhami, zinja frymën atij, trek mbyllne, lidhnu me Allahun subhanahu wa taala. Po me bon vaki keni harru, atëherë nëse banë, mës në i prishni kretve namazin për shtjet dorën në gjep, aja qelish, aja mshelish, aja zaja frymën, kryesore nuk prishet namazit pse ja zonsh frymën celularit. Etash, këto po du më ju thonë, na për dynjallëk, kretë sendet i kemi hapë, jo 2 vesh, 4 po munohëm me bon, ka po vjen, ku po vjen, biznesi, ndihma, shka po bonët. Pse, ardhe një mesazh. Tot me qelë, çka tha? E çka tha? A kryt namazin dalim pim ka i kafe? Punë e madhe shka pas ka thonë. Ose po të takoj, ose po të dua, ose s'po të dua, ose mës më janë shpi se s'du me të pa, ose ija se më nëzi po të pres, ose kret belat shka në dynja. Aty për aty, para 10 vjetëve celulari s'ka qenë në Kosovë. E para lufte ma se kemi ni. Mirë. Për një mesazh ti kret familjen për e bënsh të lovi. Ej, bap, mesazh, djal, mesazh, nuse, reja, vajza, motra, një mesazh, punë e madhe, shka kolakona e mesazh. O djam, o gjemat, o vllaznit e mi, a kini një mesazh prej Allahut që ka ardhë prej mbishtatin qiell? Një mesazh i cili ka ardhë, fjalët e parat këti mesazhit janë, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo në emrin të atij që të ka kriju, lexo në emrin të Allahut, atë mesazh a hiç s'do me pa? Qele atë mesazh, po une nuk e di atë mesazh sa është arabisht, po t'ja se anglisht se ke di çka është ty. Në celular ja anglisht, ja gjermanisht, ja turqisht, ja arabisht, ja spanjollisht, ja kudin rusisht, atë mesazh e ke mësua qysh me e qelë. Mësua dhe mesazhin e Allahut Kuranin qysh me e qelë, Allah i të zoftyrë dhe mu, inshallahu ta'ala,